والولاء والبراء كما قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله. اكتبوا هذه الكلمة. قال ابن عباس Po shkruajeni këtë fjalë të Abdullah ibn Abbasit për ta kuptuar këtë bazë prej bazave të imanit. Ka thënë ai I cili do për Allahun. من أحب في الله Kush do për Allahun. وأبغض في الله Urren për hir të Allahut. ووالى في الله Miqson për hir të Allahut. وعادى في الله Dhe armiqson për hir të Allahut. فإنما تنال ولاية الله بذلك. Me këta e fiton miqësimin e Allahut. Do të thonë me këta fiton që të jetë prej evlijave të Allahut. ولن يجد عبد طعم الإيمان Dhe nuk ka mundësi që një rob ta shijojë ëmbëlsinë e imanit, وإن كثرت صلاته وصومه edhe nëse bën shumë namaz dhe agjerim, حتى يكون كذلك. përveç nëse e plotson këtë aspekt. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. Se shumica e vllazërimit mes njerëzve ose miqësimit dhe dashurisë mes njerëzve është për çështje të dunjas. وذلك لا يجدي على أهله شيئا. Dhe kjo nuk I bën atyre njerëzve asnjë dobi. وهذا ابن عباس يذكر ذلك في عصره، فكيف بعصرنا هذا؟ أصبح الأمر كله للدنيا. Këtë fjalë ka përmendur Abdullah ibn Abbas në kohën e tij. Do të thonë atëherë si është gjendja dhe situata në kohën tonë. Kohën tonë ku të gjithë njerëzit miqësimin dhe afërsinë e kanë vetëm për dunjë.